7 orëve të natës, nuk ka sinjalistik të duhur adekuate, është një prej rrugëve që është shëndru ndër më të rrezikshmet për të qarkulluar. Po, aty qysh për besë ka njerë do projekte këtë nisin mrapsht është shumë probleme përfundimore. Ai projekt për një make-up ka fillu mrapsht edhe ka qenë edhe besoj që vazhdon me qenë shumë vështirë me këthuj për smari. Ajo është pas 4 vjetë të jepë këtë arsytim i biqës... E qartë në regull, na që shiko, dhe më thonë, ministri... Nëse u bën 2 ura mi Lubin Ibër dhe u folë për rekord ndërtimit tëre, dhe një rrugë për 4 vite, po, sepse kontekstet... Pas në atë gjendje në cilën është... Kontekstet janë të ndryshme, këto vetëm me shpënsime, sa Dallaverja ka qenë, dhe më thonë e ka pengu, jashtëzakonisht e ka afektu cilësinë e curisë. Nuk janë kontekstet të njëjta. Ura nuk ka pas probleme me shpënsime, këtu ke pas probleme me shpënsime, këtu s'ke pas të dim farë vizibilitetit, nuk e ke ditë ku do të më pas urë. Shumë për urën e meqës, konkretisht, Albinat, për urën e meqës, s'ka qenë e para pa me hiq. Dhe më thonë, mungesë totale e seriozitetit në studim vizibiliteti. Nuk e di ku ka pas në kalim, ku mbi kalim, ku kthejs, ku urë, ku... A kupton, dhe më thonë është... Ka pas mungesë totale të seriozitetit. Madje edhe buxhetimi është bo përgjys. Për 56 milion nëse nuk gaboj sa ka qenë, kontraktimi është bo me 20 diçka milion. Edhe po flas për atë rrugën, jo opozitë mbrëmshme, po opozitë në rrugë do duhet të bënit, edhe ju deputet Bizë vendosje nga Gjakova. Po mirë dhe po ne kemi pas disa reagime edhe publike që është e vërteta. Ne kemi dalë edhe në terren. Kena pas deklarime publike, ne krye me kryetarin e qendrës të vendosjes Agon Batusha. Po çfarë është bëu? Në fund duhet me marrë përgjegjësinë. Jo, po çfarë thonë që tash kur jemi të paktën sinjalistik gjatë natës, mund të ketë. A di që kjo nuk do duhet të ishte problem, se me të vërtetë është tepër e rrezikshme për ata që se njohin terrenin. Edhe mund pajtohem, ne duhet marrim përgjegjësi. Po veç për një do të vendosë në kontekst se është fillu tepër mbrapsht, ka qenë komplet projekt elektoral. Kemi dëgju fuqishëm, por do të jetë shumë projekte që kanë nisur mbrapa. Kontekstet edhe shpjegimi i konteksteve është edhe arsyetim. Suçi në fund unë edhe nuk është që i di unë detajit, se kjo është megjithatë projekt jashtë fushës me të cilën nuk ndihem kompetent. Hyrjet nga Prishtina ju me siguri e dini. Më ka rrokaj dert fuqishëm që me dhoni përgjigje dikush kur njeriu mund me hi në Gjakov mirë. Për arsye se po shkon në një vend që megjithatë i ka dhe festivalet bukra, të teatret bukra. Ke parasysh ti shkon me pasion, veç tregoj, shkon me pasion me pa lyra festin, edhe kur futesh asoj rrugë, ke parasysh ku është civilizimi këtu. Një ke ndërhyrja, besoj, pse s'po shkon ka këto hyrje. Shko ka prezreni se i ladrove shumë si hyrje bukur, apo jo? Apo nga peja. Jo, po duket ngushtimi tepër t'ja bësh provës në këtë rast, sepse nuk i di sa rrugë e sa autostrada janë shtru për 4 vjetë qeverisje të Kurtit, do më thonë, te din përgjigjen dhe shkon e ngushton një republikisht. Po punohet për rrugën Prishtinë Podujevës është përfunduar, janë dhëna fate. Sinqerisht është e tepër ta ngushtosh sepse në një mënyrë si tjetër, unë, kur erdha këtu në debat, po bëhem shumë e sinqertë që shumë e letë... Për Gjakov shumë ka kontribu. Ta kemi edhe për rrugë, edhe komplet pjesa e unazës, qarkolja, bëja rruka. Në rregull. Jo, unë kur erdha sonte në debat, po më dajnë qka pra. Gjithësi, stadiumi, edhe për këtë pjesën tjetër, është interesant, se zëvëzitimi në deklarat, ke shumë interesant. Po i ka gjetë alternativa, zëtënia. Apo ja? Çështja e stadiumit ka qenë disa pengesa nga qeveria, po i ka gjetë disa alternativa. Cilat pengesa, ma? Kanë qenë disa pengesa, s'ka qenë mbështetja financiare si duhet, janë gjenë alternativat për të ardhurit e momenti ku është stadioni që e meritan. Unë pak e këshyri sportin, po kam pa që gjakovarët e kanë shumë për merak këtë klubin... Vllaznimi i Gjakovës. Vllaznimi. Ka pos vonesa me vakt, atë njerë ka dështu. Tekteri e Sokur Ministria ka ardhë me 9 milion euro. Njerë 500.000 edhe herë në ditë 9 milion euro. Që në total, projekti është rrëth 13 milion, dhe më thonë rrëth 75% është financim komplet i qeverisë. Pro, edhe një sen, këtu, Ministria Kulturës e ka thonë të nderat menaxhej vetë. Ndryshe prej IBRD-s, projektin e UNAZ-ës, i ka thonë të nderat së një menaxhon vetë. Du t'i menaxhu unë, eventualisht mund t'mi administru qeveria, po joti. Edhe pandaj, momentin kur ka orë në pushtet, e ka anullu dhe më thonë në asamblej. Ama qeveria vë thonë, o veç kuj një punë, që mërni. E këtu ka dështu... Që ka anullu vëtëm shkaku që se kanë dhënë menaxhimin? Po e arsyetimi publik ka qenë e kryj vetë.
Po ti pse mi kry vetë me 6 milion vetëm në hyrje doli të konë që e kryn këtë projektin. Prandaj është pak... Edhe një sens, edhe të ma pastonu me kry dhe qëtë pjesën e hyrje doli, s'ka Prishtina e kësha kry moti. Po ta që ka qeveria, se e kanë pu dete ura, po nuk është ashtu. Sepse ka dështu me kry edhe këtë pjesën ka Luk Bunaj dhe rrugën X. Ta është për Luk Bunaj dhe të kënej Kaskivjoni, dhe prej pike zezë falë, dhe ta është e merë dhe ato qeveria. Artë, vazhdojnë logikën dhe ju lutëm, mësë ndërprim. Po mundona, thash, kur erdha në debate pa ta pak sfidu, se ndryshe kur e keni kryetar komune që është aktual, mund të analizosh dështime, suksese. Jo, për ka një program. Por gjithashtu, është shumë ndryshe do të thotë kur dikush ka një... Mund të diskutojnë pikpame e ti për qeverin.